Pse janë të ushman Kate për Labubu Dolls? Jo hafte fundit e ka marrë malin një tjetër It Girl aksesor. Do po i quajnë kuklla e do krijesa. Kjo për buzëqeshjen e tyre dinake me nën dhëm. Po përveç asaj, po duken tepër të lezetshme. Origjinën e kanë Hong Kong prej artistit Ka Seng Leung, që ka sjellë njët prej një librit ilustrativ me frymëzim nordik, si pjesë e serisë The Monsters. Momentalisht në të e bu nomen. Kërkimin në internet e kanë arrit nivelin më të lartë, edhe pritet me qenë terma ngritje. Po edhe rreth gjata në dyqane. Edhe të famshmit janë tu dek për to. Central C e ka kontaktuar një shitës me marrë dyqanin pak më gjatë për to. Edhe ka dalë pëtiv me se cilën kukull që e ka pas në stok. Këti trendi si ka rezistu as Rihanna, as Dua Lipa, Kim Kardashian e shumë të tjerë. E çka po i bën këtu kukulla kaq veçanta? Mas pari, ato shiten në blind boxes. Nuk e din kur qa po dal. Edhe jetë koleksionueshme, edhe janë trolla. Po a blini edhe jo ka një. Për më shumë video si kjo, follow Urban FM 103.5 edhe subscribe në YouTube.